Lupço Pecov, i njohur si Djalli, i kërkuar me urdhër ndërkombëtare për krime financiare milionesh dhe evazion fiskal në rastin Zinxhiri, ju dorëzua policisë. Megjithatë, Pecov nuk do të shkojë në paraburgim efektiv, siç kërkoi fillimisht prokuroria, por në arrest shtëpiak me mbikëqyrje policore 24 orëshe. Nga prokuroria thonë se kërkuan arrest shtëpiak për shkak të gjendjes së tij shëndetësore të rënduar, por edhe për shkak të rreziqeve për sigurinë e tij në paraburgim. Duke vlerësuar rrethanat që tregojnë ndikime serioze mbi procedurën dhe mbi personin, fakti që ai u paraqit vullnetarisht dhe dorëzoi të dy pasaportat, si dhe indikacionet që tregojnë se në repartin e paraburgimit nuk mund të garantohet siguria e tij personale, prokurori publik propozoi që të caktohet masa e arrestit shtëpiak me mbikëqyrje 24 orëshe. Nga gjykata penale Shkupit informuan se është pranuar propozimi i prokurorit për Pecovin dhe se gjykata nuk mund të caktojë masë më të ashpër se ajo e propozuar në proces verbal. Duke marrë parasysh të gjitha këto, gjyqtari i procedurës paraprake pranoi propozimin e prokurorisë dhe të pandehurit i caktoi masën e arrestit shtëpiak, si dhe mbikëqyrjen e detyrueshme. Ndërkohë që u morën edhe të dy pasaportat, kundër vendimit të gjykatësit lejohet e drejta e ankesës para Këshillit Penal. Dorëzimi i Pecovit vjen pasi gjatë fundjavës avokati i tij dhe ish avokati i shtetit Fehmi Stafa u kape me rishvete prej 20.000 euro nga motra e Pecovit, para me të cilat duhej të ndikohej tek një gjyqtar i apelit për të hequr masën e arrestit të Pecovit. Stafës më herët i ishin dhënë edhe 30.000 euro nga motra e Pecovit. Lupço Pecov, i njohur si Djalli, është një nga të akuzuarit për krim financiar në rastin Zinxhiri, i cili përfshiu 26 persona dhe drejtues të 28 kompanive. Të akuzuar se krijuan skem evazioni fiskal dhe dëmtuan buxhetin me 8 milion euro. Në këtë rast, Pecov dhe Stojan Qifligarovski, i cili ende është në arrati, ndiqen si organizator të grupit që kryente evazion fiskal, ndërsa pikërisht kompania e Pecovit, Alma Commerce Angel Pecov, përgatiste faturat për shërbime fiktive dhe ulte të vëshën që duhej të paguhej.